gjatë bisedës me presidenten, një vend të rëndësishëm luajtën edhe faktorët shqiptarë dhe shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Ata janë shtet formues, kontribues aktiv në stabilitetin politik, në qeverisje dhe në orientimin euroatlantik. Zbatimi dhe implementimi i marrëveshjes së Ohrit nuk është një çështje teknike, është një çështje thelbësore, e cila ka të bëjë me kohezionin social, ka të bëjë me bashkëpunimin ndëretnik, ka të bëjë me stabilitetin institucional dhe me rrugtimin euroatlantik. Do doja që edhe unë t'i kisha takuar të gjithë në një tryezë të përbashkët, për sa kohë ata përfaqësojnë ideologji politike të ndryshme që një pjesë e faktorit shqiptar është në pushtet dhe një pjesë është në opozit. Menduam që takimet do të bëhen të ndara, do të bëjmë edhe një takim në Kuvendin e Maqedonisë, ku do të themi mesazhin ton, dhe mesazhi unitetit është i padiskutueshëm kur vjen puna për ëndrrën dhe aspiratën e shqiptarëve për orientimin euroatlantik. Faktori shqiptar ka qenë bashkë dhe është bashkë. Kampet e refugjatëve nuk është një çështje e cila domosdoshmërisht ka për efekt vendosjen e emigrantëve në pustet, apo është ndërtuar një kampus i tillë. Është një plan masash i marrë nga qeveria shqiptare në rast se do të ketë flukse migratore nga vendet të cilët presupozohet që do vinë. Kuptohet duke trajtuar Shqipërinë si një shtet demokratik, gjithashtu pres që të konsultohet me qytetarët, por edhe me homologun përkatësisht të informojnë qeverinë tonë eventualisht për zgjidhjet ose problemet me të cilat ballafaqohen.